Edi Rama do të rikthehet turit në diaspor, I bindur se tashmë mund vetëm inteligjenca artificiale. Në fund të muaj do të jetë në Greqi dhe në mes të prillit në Itali. Ndërkohë, që në nisje të fushatës, premtimi kryesor për shqiptarët që jetojnë brenda vendit është Europa. Dhe parat që kjo e fundi do t'ja për antarësimin, janë njohja e kryeministrit për elektoratin, përveç mundësisë së lëvizjes së lirë dhe punësimit në tregun evropian, pa kufizime. Bashkimi Evropian I ka dhënë dritën jeshile këstit të parë prej 64.5 milion eurosh për Shqipërinë, nga të cilat 30 milion janë kredi dhe 34.5 milion janë grante. Ato janë pjesë e planit të ri të rritjes së Ballkanit Perëndimor, që synon fillimisht integrimin e ekonomisë, pastaj të vendit në BE. Dy fish buxhet për shëndetësinë dhe barëna më cilësore premton opozita e kryesuar nga Sali Berisha. Ai ka shfrytzuar të gjitha daljet e fundit për të detajuar programin e demokratëve, krahas akuzave për SPAK dhe Ramën. Takse shesht, shtesë për bonusin e bebes, grant mujor për fëmijët deri në 21 vjeç, zero taksim për nënat me shumë fëmijë, janë disa nga premtimet e demokratëve. Por, a do të arrijnë ato ta bindin elektoratin? 4.2 miliard euro cash qarkulluan në tregun shqiptar sipas ekspertëve gjatë janarit, shumë më tepër se e njëjta periudhë një viti më parë. A do të munden partitë të formalizojnë këto para dhe t'i drejtojnë drejt projekteve të tyre, apo fushata ndikoi në rritjen e sasisë së cashit në qarkullim? Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur edhe këtë të martë në Kuo Vadis, edhe pse zyrtarisht nuk ka nisur fushata sërish të etet e saj ndihe. Do të diskutojmë mbrëmjen e sotme në Kuo Vadis për këtë çështje. Me mua është bashkuar Juela Meçani, gazetare. Mirëmbrëma, faleminderit shumë Juela që je në studion e Kuo Vadis. Eduard Gjokuta, ekspert ekonomie. Mirëmbrëma Eduard, faleminderit shumë që je në Kuo Vadis. Erisa Xhixho, deputete Partia e Lirisë. Mirëmbrëma, faleminderit shumë Erisa, gjithashtu kandidate për deputete edhe në zgjedhjet e 2025-s. Ardit Hoxha, gazetare News Albania, më mbrëmë Ardit, faleminderit shumë që je në Kuo Vadis. Juela, se u bë disa javë që s'kemi parë. Tashmë që listat janë zyrtare, tashmë që pothuajse gjitha forcat politike, kampet politike kanë ndezur motorët. Nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin ditën e sotme, kë shikon si fitues? Ai nisi direkt kështu. Po, direkt. Po. Për hir të vërtetës nuk jam kështu natyrë që bëj parashikime të shpejta, sepse mendoj që zgjedhjet e këtij viti do kenë ca të panjohura deri në fund. Duke qenë se dhe ato pak sondazhe që kam parë, edhe pse rezervohem t'i marr me seriozitet deri në fund, por shoh që ka një numër shumë të madh njerëzish që nuk e deklarojnë votën e tyre. Jo më larg se një javë para se të vija këtu, duke folur me një nga mjeshtrat e sondazheve, po më tregonte për Tiranën, ndryshimin e madh që Tirana për shembull pëson javë për javë. Nga një gjendje shumë në disfavor të opozitës, javë për javë gjendja në Tiranë ndryshonte sepse fillonin njerëzit dhe deklaronin votën. Pra, kemi pasur përpara veçanërisht se sa të ndodhte arrestimi I zotit Veliaj dhe disa kolpove të SPAK-ut, kemi pasur njerëz që nuk e deklaronin. Dua të them me këtë që deri në fund të zgjedhjeve është një fushat me shumë të papritura, duke qenë se mendoj që nga gjitha I presion dhe nga gjitha jo ide, që fatkeqësisht edhe opozita ka ndikuar në këtë, që të krijojë atë mitizimin e Edi Ramës dhe të aparatit të tij zgjedhor, njerëzit kanë pasur edhe panikun edhe frikën për ta deklaruar se kë votojnë, por mendoj që deri në fund do kemi surpriza. Dhe është ende herët për të folur për Mendoj që është ende herët. Nuk e diskutoj fare mobilizimin e Partisë Socialiste shumë muaj më përpara, nuk e diskutoj fare dhe avantazhin që ajo ka nga fakti I gjithë dizavantazhit që I krijoi opozitës shqiptare duke I arrestuar dy liderat dhe duke I çuar për procedim edhe zotin Mediu të Partisë Republikane, tentoi për shumë vite, janë shumë vite ato dhe ato kanë lënë pasojat e tyre dhe akoma vuajnë pasojat e tyre, duke qenë se zotin Meta e kemi akoma në paraburgim, por gjithsesi mendoj që deri në fund, deri pak një javë para zgjedhjeve do kemi një ndryshim. Dinamika të tjera. Mund të ketë arrestime të tjera që mund të ndikojnë? Kur thua dinamika të tjera, I referohesh ndoshta dhe arrestimeve apo jo? Në fakt është një gjë që jo do dëshiroja të ishte, por fakti është që realisht ato dosje që janë aty për disa nga individët cilët o janë krerë qarqesh për Partinë Socialiste, o janë pjesë e listave të mbylluara të Partisë Socialiste, ato dosje janë aq flagrante dhe flitet për shifra aq të mëdha, saqë për mua është çudi e madhe që dhe deri tani SPAK-u isha arqivonuar ndaj atyre personazheve. Shoh njësi
trëmbje, dhe unë nuk jam dakord me këtë idenë që para zgjedhjeve SPAK-u nuk do bëjmë më lëvizje, sepse nuk bëhen më lëvizje para zgjedhjeve. Ose ndoshta e kanë monitorim për dy parë dhe lëvizjet para zgjedhjeve. Dakord, por çështja është që partitë opozitare pësuan një gjë sepse drejtësia në këtë vend heshti sepse kishte 184 në dorë, heshti se kishte 339 në dorë, 184 e ka risjell sot opozita të flitet për të, ka bërë një denoncim të ri në SPAK. 4 vjet u humbën, 4 vjet ne jemi në opozit sot për atyre 2 dosjeve. Dhe nga SPAK-u i sotëm u bë në fillim sikur nuk dihej gjë dhe pastaj u la në arrest ose u la për mos kompetencë. Dua të them që duhet ketë minimalisht duhet ketë mësuar se treqerekun e atyre SPAK-u i ka në lista ende. Në njerëz cilët me gojë, me zë dhe fjali shumë të sakta, përfshirë dhe kryeministrin aty është folur për vjedhje dhe manipulim të votës. Tani, SPAK-u kishte 4 vjet për ta kuptuar se sa e rëndësishme ishte presioni i pushtetit mbi votën. Mendoj që nuk duhet të trëmbet apo të mpaket apo të vihet nën presion nga fakti që jemi 2 muaj, më pak se 2 muaj para zgjedhjeve, por nëse ato dosje janë dhe janë, duhet të filloj të japi sinjale që është duke e marrë seriozisht goditjen e emrave të fuqishëm. E kuptoj. Partit, një nga qarqet që besoj se do bëj diferencën ose do jetë përcaktues në këto zgjedhje është edhe qarku i Tiranës. Duket sikur Partia Socialiste në listën e hapur ka vendosur emra të fortë, që ka potencial, ish ministra, deputet aktual, njerëz të rëndësishëm që grumbullojnë vota. Gjithsesi, mendon se mungesa e Veliajt në terren e Belinda Balluku që gjithashtu në zgjedhjet e kaluara ishte një grumbullues e madh votash, do të kenë efektin e tyre në Partinë Socialiste? Në mënyrë absolute po, sepse dihet pesha që ka pasur zoti Veliaj që nga 2015 në Partinë Socialiste, po për te kësaj dhe pesha apo struktura deri diku paralele që ai kishte krijuar në strukturat e Partisë Socialiste, në qelizat që punonin për të mbledhur votën. Pra, një informacione që të paktën unë kam, kishim një strukturë të Partisë Socialiste për secilin deg dhe për secilin qeliz, organizatë socialiste, dhe krahas saj kishte edhe njerëz të besuar të zotit Veliaj që punonin në fund për të njëjtin qëllim. Tani, unë nuk di të them dot nëse këto 2 struktura, që sigurisht struktura solide, konsoliduar e Partisë Socialiste vijon të jetë aty, dhe zoti Rama si asnjëherë tjetër të paktën nga fushata 2013-s që unë kam ndjekur personalisht e më pas nuk e kam parë ndonjëherë të fokusuar që në orën 11 natës zoti Rama po themi të sajoj, sepse unë i konsideroj të sajuar ato takime, në orë duke i takuar degat, po degët dhe shtabet e secilës. Celul më celul. Celul me celul, por kjo për te efektit propagandistik që zoti Rama tenton të përcjell, ka dhe një mesazh tjetër të nënfshehur që situata për Partinë Socialiste në Tiranë është e vështirë për arsyen e parë që thash, pra mungesa në terren e zotit Veliaj dhe kësaj strukture paralele që ai kishte ngritur për gjatë këtyre viteve, dhe për arsyen tjetër më madhore që ne shohim çdo ditë, ajo Tiranë që ne jetojmë nuk është aq e mirë dhe aq e bukur dhe aq e jetueshme saç mund duket nga videot me dron, sidomos natën. Pra, nëse del përtej bulevardit, përtej rrugëve kryesore të kryeqytetit, përballesh me një Tiranë që ka problematika të theksuara dhe këto pastaj janë 2 çështje shumë të mëdha që e pengojnë Partinë Socialiste, por pastaj se si kapitalizohet kjo nga opozita është temë vete dhe është tjetër histori, sepse mund të ndodhë që Partia Socialiste nuk arrin dot ta çajë këtë lloj elektorati që për këto 2 arsye nuk shkon të votojë Partinë Socialiste, por këta mund të ngelen jo votues, pra mos të shkojnë ditën e votimit. Dhe opozita mund të mos ta ketë atë fuqi. Dhe kur them opozita, asnjëra nga llojet e opozitave, si ajo e madhja, Partia Demokratike, Koalicioni Aleanca për Shqipëri Madhështore, apo edhe partitë e reja, qoftë ato të majta apo të djathta. Erisa, si e shikoni jo situatën në terren? Tashmë që keni dalë, që jeni në kontakt me zgjedhësit me elektoratin. Patjetër që si ka ndikuar dhe arrestimi Veliajt? Patjetër që bie dakord me ju, Elon, që qytetarët mendoj që arrestimi Veliaj shëmbi dhe frikën e shumë qytetarëve. Do të thënë kanë qenë në impresion të jashtëzakonshëm, jo se mungon, vazhdon
një presion i jashtëzakonshëm, por padyshim që arrestimi i Veliajt, padyshim që në terren është ndjerë në sensin e njerëzve dhe të shpresës që po lind me opozitën, me koalicionin për Shqipërinë madhështore dhe padyshim që ose flasë për Partinë e Lirisë në vendimarrjen që mori presidenti i Partisë Lirisë për të garuar në listën e hapur, që padyshim debatet që ne kemi pasur në kryesi nuk kanë qenë që ai të ishte në këtë listë për vetëm në arsye për kushtet në cilat ai ndodhet, por që ka qenë një vendimarrje aty pikërisht për treguar dhe një shembull të vet personal, edhe një konsekuencë të vendimarrjeve të tij. Këtu ju kujtoj 2005-ën kur krijoi LSI-n që edhe pse ishte një forcë e re nuk e vendosi veten proporcional për shkojnë mazhoritar dhe fitoi. Grevën e Aurisë që bëri në 2008-ën kundër ndryshimeve kushtetuese ishte pro listave të hapura, e ka kundërshtuar atë sistem që të gjithë i dham të drejtë me kalimin e kohës që krijoi një Shqipëri bipolare dhe vetëmja forcë politike që e çau këtë në 20 vjet ishte pikërisht LSI-a dhe Partia e Lirisë sot. Dhe padyshim kontributi që ai ka në Tiranë. Këtu të kujtoj edhe pse në këto tha Arditi që shkon në përzyrat, edhe akoma krenohet me Parkun Rinia dhe Lana, që në fakt është një vendimarrje e kryeministrit Meta dhe këtë e di i madh dhe i vogël. Ka qenë Meta në atë kohë që e shpalli dhe teatrin në zonë të mbrojtur. Dhe më pas në mes të pandemisë, e dim shumë mirë se si u shëm dhe pra president ai e vazhdoi këtë kauzë në gjykatë kushtetuese e tjerë me radhë, dhe mos flas për gjithë kontributet që ka dhënë ai në gjithë dëgjesin edhe gjithë afrimitet që ka pas ai me kujdesin me qytetarët, edhe kur janë prishur shtëpitë e 5 Maj, kur kanë ndodhur ngjarje shumë të rënda për qytetin e Tiranës, dhe unë e shoh në dy aspekte atë çfarë i ka ndodhur Tiranës. Bie dakord që është bërë e pajetueshme. Unë tani vi nga Shkoza, nga një takim në Shkozë, dhe rrugët janë si në mesjet, po të them që akoma nëse shkon nëpër supermarkete i ke njerëzit me lista, i ke njerëzit në pamundësi ekonomike për të mbijetuar ditën edhe jo më të kenë mundësi për të marrë një apartament, me çmime në stratosferë në cilat i ka çuar kjo qeveri, sepse ti ke kulla shumë të bukura, po ke apartamente bosh që përdoren nga krimi organizuar dhe Tirana është kthyer në levatrishet pastrimit të parave. Dhe praktikisht i ke ndërtuar një qytet që për një student që vjen ka një qira 400-500 euro, që frutat, perimet janë bërë të paprekshme për shkak të kostos shumë madhe dhe kjo qeveri erdhi tha do e bëj të vëshën zero për çmimet. Po dëgjoja një kolegun ton Bledin edhe dje do me thonë, edhe që thoshte faktin e groshës, po të marrë groshën dhe e kishte kapur element shumë mirë. 6.000 lekë kilja groshës, mos flas për produktet e tjera. Dhe në këtë rritje të çmimeve, kjo qeveri nuk reagoi fare dhe nuk erdhi në ndihmë dhe është e importuar pikërisht. Pra, unë mendoj që domosdoshmëria, dhe këtu flasim për te politikës, pyetja është ka të domosdoshme ky vend për të pasur rotacion politik, unë them se po. A ka kjo qeveri 1.001 kusure, që nëse shef dhe fushatën sot nuk jep llogari, nuk del përballë Partia Socialiste. Në çdo debat nuk e ke përballë që t'japi llogari dhe nga ana tjetër të ketë një debat për alternativën që ofron opozita. Ndërkohë që opozita ka një plan shumë konkret për një model të ri ekonomik për vendin. Me të gjithë problematika që ju, Arditi, Juela, Eduardi pak më vonë edhe unë mund të listojmë, sërish duket sikur Partia Socialiste edhe në këto zgjedhje, të paktën në dukje, shkon e sigurt për të marrë një mandat katërt. Kjo është ajo që del nga sondazhet, kjo është ajo që thonë socialistët, kjo është ajo që të paktën deri para arrestimit Veliajt ishte si aksion, tashmë mund të diskutuar, po prapa ata flasin se sa do të jenë shifrat që do të bëjnë qeverinë. Këtu nuk bie dakord. Dakord, okej. Edhe te pjesa sondazhe se jam shumë, ne jetojmë terrenin. Unë po të them që njerëzit unë i takoj në shtëpi, unë i takoj në skuta, sepse kanë frikë të shfaqen. Po kanë frikë të votojnë? Jo, nuk kanë frikë të votojnë. Absolutisht jo. Dhe për këtë kam bindje. Do me thënë, ka njerëz të cilët punojnë administrat, të cilët kanë një biznes, dhe në qoftë se unë pi një kafe të biznesit ti, i vjen tatimi, i vjen inspektimi, i vjen... të ndërpresërisë, besoj se e morët vesh se çfarë ndodhi me direktivën e ligjin e brendshëm, me rregullorin e brendshme të Ministrisë së Arsimit. Me thënë sot, dhe dje, përmes emailit,
janë në një farë mënyrë e kërcënuar gjithë ata mësues që kanë preferuar të kenë një angazhim politik në gjitha partitë opozitare. Ata nuk e thonë, nuk e specifikojnë, ndërkohë që në bazë të kushtetutës ata mund të zgjidhen dhe të zgjedhin në këdo parti që të duan. Nëpërmjet një rregullore e ushquar në email dhe që mos kandidojnë, që jo të mos kandidojnë, por që të marrin parasysh që të pezullohen edhe me efekt financiar nga puna e tyre nëse dëshirojnë të kandidojnë. Edhe nëse i bashkohet majorancës, pra ishte për gjitha. Po pak rëndësi ka se ata një din ta bëjnë përzgjedhjen, ata i kanë. Jo, e kisha tek Erisa që sa ndikon përçarja e Partisë Demokratike, përçarja e Partisë Demokratike. Ka një pjesë, Agron Shehaj nuk është më. Një nga aleatët... Në 2021-shit, ke partinë e zotit Shehaj, Ali Beaj dhe zotit Basha. Zotit Basha, pra ke 3 figurat Partisë Demokratike, të rëndësishme ose jo, unë mendoj që 99% e elektoratit Partisë Demokratike dhe Partisë Demokratike është bashkë, pavarësisht ekzistencës së këtyre partive, që do duhet ishin pjesë e koalicionit opozitar, absolutisht po, pjesë e koalicion, për sa kohë ti përballë ke regjimin dhe për sa kohë ti ke një të keqe shumë të madhe që është Edi Rama sot që flasim. Po, mbase zonjë Xhixho ndjes mund ta pyesim për përçarjen që ka ndodhur brenda Partisë së Lirisë vetë. Brenda Partisë së Lirisë ketë ndodhur përçarje. Funksionar shumë të lartë, kolegë tuaj, tani ne kemi në listën e Partisë Socialiste ose pjesë shtabeve, pra kam për fjalën zotin Endrit Brahim Llari, zotin Klevi Pojana. Klevi Pojana ka 4 vjet që nuk vjen. Jo, po deri para 2 vjet. Jo, 4 vjet që nuk vjen. Në 2021 është larguar Klevi Pojana, ka 4 vjet është një propagandë e Partisë Socialiste, po s'dua të merrem. Partisë Lirisë, zonja Xhixho. 2022. Në 2022 zoti Klevi Pojana ka qenë antar kryesie. Nuk dua të flas me emra se s'është etike, se si kemi edhe këtu. Me qenë se ka 4 vjet pa larguar. Ka 4 vjet prandaj në 2022. Po sa jemi 2025 pra. Po 4 vjet. Në momentin që largohesh nga një forcë politike, në lajm nga portalet e majorancës që dhe vazhdon rrugtimin tënd për pakënaqësitë tua, në bizneset e tua, në punët e tua, është diçka. Në momentin që ti në prag të zgjedhjeve largohesh nga një forcë politike dhe direkt hypën në prerje në një forcë tjetër politike, të cilën jo më larg se pak javë përpara. Nuk po e gjykoj fjalën e fundit, këtë po e gjykoj unë. Unë e marr të drejtën ta gjykoj si qytetar. Në momentin që ti direkt hypën në prerje në një parti tjetër, ndaj së cilës ti ke thënë të fundit, ke anatemuar të fundit, atëherë ai është pazar. Jam dakord me këtë dhe mund të bie dakord edhe me mendimin tuaj. Forcë politike nuk kanë një kohë sot madhe nga kjo. Jo, po tani ta minimizosh. Po ta garantoj unë që jo. Po të marr një shembull. Figurat për shembull që bëri. Të marr një shembull, unë njoh mirë qarkun e Beratit. Brahim Llari është larguar shumtuar, saqë sinqerisht domethënë vetëm deri ka bër, jo LSI-s për çdo lloj partie, se vetëm idenë që ti i jep të gjithë asaj rinie që do që të angazhohet në politik, që ti shumë thjesht nga një angazhim 15 vjeçar, brenda një muaj, për pakënaqësitë e tua. Mund ta kundërshtoj me një shembull këtë që në qarkun e Beratit. Në qarkun e Beratit, ku partia ish LSI-ja, sot Partia e Lirisë ka pasur bastion të saj, ka marrë dikur edhe 2 mandate. Në 2021 nuk arriti do të merrte një mandat. Se një person me impakt dhe me elektorat dhe mbështetës të konsiderueshëm në atë qark, si zoti Nasip Naço, u largua nga LSI-ja dhe shkoi tek PS. Tani nuk di ta them, por fakti është ky. Një sekond. Ku e ke Nasip Naço? Fati vet politik me zonë rreme. Është fati vet politik. Atëherë të tërë këta do bëhen, nuk po them pishman, por realisht ai po hedh të vetët me të cilët ka bërë 10 vjet. Se ky është tjetër diskutim pastaj. Të cilët po rinovoi partinë zotë Rama. Jo më këta do t'i shtrydhi mirë fare dhe do i lëshoj shumë shpejt. Ideja është në 2021 ju ishit të gjithë bashkë. Të sqaroj diçka. Partia e Lirisë dhe LSI-ja është partia që është linçuar, është sulmuar në mënyrë permanente. Dhe Partia Socialiste e ka pasur qëllim në vetvete linqimin, ofrimin e pazaret, po pikërisht të LSI-s. Po patjetër, pse? Sepse Partia e Lirisë ishte, ose LSI-ja, ishte vetmja parti politike që i mbjetoi ndryshimeve kushtetuese 2008-s. Ishte vetmja që arriti të mbjetoi dy partitizmit dhe padyshim elektorati i LSI-s dhe gjithë kauzat që ajo ka mbrojtur. Ne mund ta kishim shumë thirrë në 2017 vazhdonin koalicionin me Edi Ramën. Lutje pafund keni parë nga Edi Rama në 2017-ën.
ishte kanabizimi vëndit, ishte fakti i keqeverisjes që ne na vendosin në një vendimarrje shumë të fort për dalë në opozit për balë këti regjimi. Pyetja është çfarë ka ndryshe opozita sot nga 2021 që ju të fitoni zgjedhjet? Partia e Lirisë nuk e unë them që shkon për te emrave. Këtu kemi një kaos dhe që t'jesh sot opozitar është shumë patriotizëm. Sepse ofertat që të vinë nga Partia Socialiste, jo vetëm ndaj antarëve të Partisë Lirisë, por nga Partia Demokratike me radhë, janë pa dyshim është një qëllim në vetvete i Partisë Socialiste. Dhe t'jesh opozitar, t'kesh karakter që ta vazhdosh dhe t'i besosh, se çështja është a i ke besuar vërtet ti këto kauza që ke thënë për incineratorët, për keqeverisjen e tjerë me radhë. Këtë nuk di të ta them. Unë di të them që Partia e Lirisë është më e bashkuar se kurrë, është në një punë të vazhdueshme, të jashtëzakonshme në terren, që kjo parti dita bëj shumë mirë dhe është e mobilizuar më shumë se kur për të nxjerrë Ilir Metën, një nga personat më të votuar në qarkun e Tiranës. Okej, se do ta diskutojmë. Zoti Gjokutaj, programet elektorale të forcave politike deri tani, sa realiste janë dhe sa mendojnë që do të kenë peshë në fakt tek ai qytetari një premtim elektoral? Në fakt kemi pak programe, është programi i ndarë në seksione i Partisë Demokratike, në përmjet dalive, pra edhe aty nuk kemi një program të konsoliduar në aspektin dhe me një plan veprimi nga mbrapa, kemi programet e partive të reja që kanë dalë ristazi, Lëvizja Bashk, partia ose koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, nuk kemi një program të Partisë Socialiste me idenë se kemi një vazhdimsi, por në fakt duhet të hidhet për shkak të një diskutimi popullor, pasi qasja vetëm me një shtyll për integrimin në BE është një diskutim që ndoshta do ta shtjellojmë më vonë, por do thosha që nuk është program. Dhe nga ajo çfarë shikojmë, bazuar mbi një analizë që po i bëjmë në mënyrë të her pas hershme të gjitha atyre çfarë janë dalje, jo vetëm programet të shkruar, por dhe ato pasi liderët tentojnë të rifreskojnë edhe ato çfarë kanë të shkruara. Natyrisht që shikoj që programi ekonomik, financiar, IPD-s është një program ambicioz, kërkon të rikthej politika të caktuara të mandatit të kaluar. Do thosha që në qoftë se do të angazhoj të gjitha burimet, ka një shans për të realizuar, pavarësisht, kur them ambicioz, nuk do të them që është i realizueshëm, është i vështirë për të realizuar, për arsyeën e thjeshtë se disa nga ato premtime teknikisht mund të realizohen, dhe kush është teknikisht? Minimumi etik. Mund të vendosësh minimumi etik, pasi llogaritja, por problemi i konsistencës dhe garantimi burime për të mbajtur një politikë të caktuar, kjo është tjetër logjik. Pra, çfarë duhet të bëj një parti ndryshe nga Partia Socialiste, e cila dhe ajo vetvete që i mëson pjesës së vazhdimësisë së investimit në infrastrukturë, digitalizimit të vendit dhe nga një anë edhe një politikë pak më të hapur sociale, e cila deri tani ka munguar. Natyrisht që janë politika të mira. Për sa i përket pjesës se sa do i rezistojnë buxhetit, të dyja partitë e mëdhaja kanë pak shanse në qoftë se nuk do të mobilizojnë burimet ndryshe nga që do të bëjmë sot. Çdo të burime. Radhë parë, PD-ja thotë do të bëjë një çlirim të ekonomisë nëpërmjet uljes taksave, duke zgjeruar bazën e taksueshme dhe në këtë moment ajo ja rikthen mbrapsht. Të testuar më parë. E testuar më parë, por këtu nuk do të ngelemi pengi diskutimit takse sheshta apo progresive, pasi ky është një diskutim i tejkaluar dhe nuk përbën në një qëllim vetvete, pasi diskutimi për taksën e sheshta apo progresive vetëm 20% të ardhurat buxhetit zë. Pra, nuk mund diskutosh për 20% kur barra shumë e madhe. Dhe në këtë mes, çlirimi nënkuptohet me lehtësimin e barrës, një vazhdimsi të një politike që natyrisht ka terma populiste brenda, por në vetvete unë e shikoj që pjesa e kapaciteteve administrative dhe përputhja me objektivat afatgjat ka nevojë të përpunohet, pasi është deri diku nga ajo që bëjmë ne si indeks fizibiliteti mesatarisht e realizueshme, pra nuk mund të realizohet dot me këto çfarë ka premtuar deri tani. Dy premtimet e Ramës, se para 65% për turizmi. Kjo nuk është premtim vetë, shiko. Çfarë është për ta kuptuar konkretisht? Kjo është premtim, në fakt unë do të thosha që vendimi që doli kufizon lirin e tregut. Ne kemi
kundërshtuar me argumente shumë të forta dhe unë do prisja një reagim nga tur operatorët dhe të gjitha ta të cilve u përcaktohet bazuar mbi një vendim të qeverisë se si duhet të operojë në treg. Pra është një ndërhyrje pastër në treg e cila në fakt po bëhet rëndom dhe kjo duhet të ndalohet jo thjesht si një kauzë politike, por si një kauzë e biznesit dhe qytetarëve. Po pse nuk reagojnë? Dhe çfarë është kjo? Kjo është që të paracakton se sa ti do të taksohesh. Pra është një momentin që... I referohet taksave vjetore? Jo, i referohet paka shumë qarkullimit dhe bazuar mbi qarkullimin pastaj taksohesh. Pra, në qoftë se ti nuk deklaron sa duhet, por pa dhënë një shpjegim se pse është lejuar ky informalitet, pasi kemi 3 mandate rresht që betejë e qeverisë ka qenë informalitetin. Në momentin që informaliteti është toleruar, natyrisht që nuk është më diskutimi se si do më vendosë. Problemi është më vendosësh në kushte konkurrueshmërie. Pra, duhen diskutuar disa element përpara se të më vendosësh këtë pjesën e 65% apo 20%. Dhe kjo është që të vendosë xhiron qeveria shkurt. Dhe në momentin që kontrolloj gjatë periudhës së pikut, domethënë edhe kjo është një lloj tingëllon si një lloj kërcënimi. Kjo në një farë mënyrë nuk e di si është shprehur KQZ-ja për këtë, pasi ka një ndërhyrje në pjesën e votës dhe prek pothuajse 20 deri 25% të gjithë bizneset vendit pasi shtrihet në gjithë vendin dhe nuk ka të bëjë thjesht me akomodimin, ka të bëjë me gjithë aktivitetet e lidhura me të. Pra, ky nuk është premtim, të kuptojmë. Ky është diçka që konsiderohet si një masë fiskale, por të gjithë ekspertët besoj që janë të ndërgjegjësuar dhe punojnë në zbatim të ligjit, janë kundër referencave. Vendosja e referencave është diçka që prish barazinë të aksapaguesve dhe është në kundërshtim me filozofinë e një sistemi të lirë dhe të hapur. Edhe diçka, përsa i përket BE-ja i jep Shqipërisë 64.5 milionë euro. Gjëja që dua të saktësoj është që këto janë 64.5 milionë që i merr për shkak të programit për ta sqaruar për qytetarët. Për shkak të programit edhe të mirëqeverisjes Partisë Socialiste, apo edhe në qoftë se nesër supozojmë vjen një koalicion tjetër apo e marrin forcat e vogla, pra kudo nga nëse ndryshon drejtimi i Shqipërisë nesër, a janë këto fonde që sërish qeveria e ardhshme do të ketë? Do të thënë kjo nuk ka nevojë të bëhet si pyetje se do thosha shiko. Është hedhur për diskutim nëse Shqipëria ka një perceptim që Shqipëria ka ecur përpara në atë garën për antarësim. Në aspekt me fqinjët e saj, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Në fakt, në qoftë se i referohemi asaj se çfarë është situata reale dhe çfarë është ajo çfarë ka ndodhur me Shqipërinë kohët e fundit, natyrisht që ka një avancim në këto kohë, por nuk kemi kaluar asgjë pasi situata është kontradiktore. Është tjetër në letër dhe tjetër politika e BE-s e cila kërkon ta përdorë Shqipërinë për arsye të reformës në drejtësi e cila është merit e komunitetit ndërkombëtar dhe pastaj dhe partive politike të detyruara, pasi pastaj kalojmë në një efekt bumerang nëse do ishte e kundërta. Dhe në këtë moment kjo është dhe pjesa që BE-ja kërkon të stimulojë dhe ta mbajë gjallë atë ëndrrën e antarësimit. Por momenti kur nuk ka një datë, momenti kur procesi i antarësimit po të marrim shembuj të shumë vendeve e të tjera kanë shumë element, ato që ne përmendim në jetën e përditshme, natyrisht që në letër jemi shumë mirë, pasi ende nuk ka hyrë procesi i negocimit të kapitujve në aspekte praktike. Në pjesën e asaj çfarë ka procesi i negocimit, natyrisht që këto janë fonde që disbursohen dhe nuk ka të bëjë me meritën e asnjë. Pra, monopolizimi i antarësimit është përdorur nga Polonia, nga Hungaria, nga të gjitha ata që kanë qenë në qeverisje për arsye se detyrimisht i lindet drejta për ta përdorur për sa kohë mendon se mund të kapitalizojë diçka. Por në momentin, vizat nuk janë, në momentin, do thosha një gjë, në momentin kur vendi futet në BE, Shqipëria, hidhet ideja se do të dyfishohet vlera e pronave, do të rritet vlera e pronave. Çfarë është kjo? Ka ndodhur në Hungari, ka ndodhur në Poloni. Njëherë Shqipëria nuk ka... I kemi çmimet gati njësoj si vendet e Bashkimit Evropian, në mos i kemi te kaluar. Shqipëria nuk ka më pikërisht, Shqipëria nuk ka rezerva çmimesh të tilla. Natyrisht do rriten çmimet, natyrisht do rriten investimet, por këto nuk janë të marra të mirëqena, domethënë të gjitha duhet të meritohen, edhe pse mund të jesh në këtë proces i avancuar ose jo. Pra do thosha e gjitha situata e programeve të partive politike, ndërsa partit e reja, ato të dyja që përmenda, Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria BE, tentojnë të jenë inovative, ku Lëvizja Bashkë tenton më shumë të jetë në aspektin fiskal, njësoj si
Partia Socialiste në taksën progresive, në barazin. Shqipëria bëhet i mëson pastaj pjesës të taksave të shesta. Pra, ndërkohë, dy partit e mëdhaja, pra duopoli PS-PD, natyrisht që janë më konservatore, vazhdojnë të ruajnë të njëjtat linja që kanë mbajtur dhe nuk kanë shprehur ide për të ndryshuar model ekonomik. Model ekonomik nuk e ndryshojnë qeverit, e ndryshojnë në koordinim e biznesin, po do thosha të hidhin një qasje ndryshe. Dhe kjo është ajo që duhet kthehet në një temë diskutimi dhe në një kal betejë për të dyja partitë mëdha. Në këtë fazë, çfarë modeli ekonomik do t'i shkonte Shqipërisë apo jo? Po Jola. Jo, disha të thosha që para njëre vetëm parti ose koalicion që ka një program ekonomik është Partia Demokratike, Aleanca e Shqipërisë Madhështore. Dhe ajo që më vjen gjithmonë keq sa herë që e dëgjoj është fakti se jam mes atyre njerëzve që unë e di me bindje që ai program, i cili mua më duket shumë i mirë, për vendin, për mënyrën dhe se si është Shqipëria sot nga ana financiare, nëse nuk do t'i jepet rasti që të vihet në zbatim, duke qenë se e di që ai njeri që e ka ideuar pjesën më të madhe, që është Sali Berisha, e di se si operon, sepse e di se si ka operuar më përpara. Ne nuk do kishim me të paktën në fushën ekonomike, nuk do kishim ato që patëm me Ramën 12 vjet që nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e tija. Sepse ashtu e koncepton mënyrën e të qeverisur dhe të bërit shtet. Dhe më vjen keq që shqiptarët duhet të fillojnë të ndërgjegjësojnë që nëse realisht mendojnë për xhepat e tyre, duhet të kuptojnë dhe të kthehen pas pak se si kanë qenë situata e tyre ekonomike në shtëpitë e tyre përpara disa viteve. Dhe e dyta. Nuk e di nëse jemi kaq mirë me memorien, po vetëm diçka do jemi në larg pamës dhe as të kujtojmë gjërat e mira të shkuarës, por dua të them diçka, sepse dëgjoj, po ta vini re, sulmi frontal që u bën nga Rama, edhe pse është gjithkohës duke u marrë me të dashurin e tij të ri zotin Basha, sulmi frontal që është bërë nga Rama së fundmi është vetëm programit, duke qenë se nëpërmjet një video të nxjerrë nga zoti Klevis Balliu, ai tha ja çfarë programi ka opozita. Pikërisht, kjo është një lapsus freudian i tij, ai ka dashur pikërisht të godasë programin, sepse Rama aq vite dhe eksperiencë ka sa ta di që i vetmi njeri që di të bëj program ka hedhur në letër program dhe ai program është i qëndësishëm nëse nuk vidhet nga të katër anët, është Sali Berisha dhe ai këtë gjë ja di Berishës, ja di shumë mirë. Për sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian, para punës një herë është e bukur kjo hedhja në letër e milionave të eurove, por gjysma atyre janë për konsulencë dhe për ekspertë. Disa janë grante. E dyta, jo janë pjesa më e madhe i marrin poshtetas të bëjës. Janë për bulim buxhetore për ekspert, janë të ndryshme. Plus i borxhe, janë të ndryshme, pjesa më të madhe i marrin poshtetas të bëjës, po stafet e tyre, po punën e tyre, po konsulencat e tyre. Dhe e dyta, harrojmë që ne jemi ky vend, AZBR-ja dhe më pas Ministria e Bujqësisë, është në investigim. Janë pezulluar fonde pikërisht të Bashkimit Evropian, fonde të cilat sot e kësaj dite nuk kemi asnjë përgjigje, asnjë investigim të brendshëm një herë të qeverisë shqiptare, dhe dyta të hapet një procedurë si nga SPAK-u, si nga drejtësia shqiptare se çfarë ka ndodhur. Ka qenë mos gaboj sekretare përgjithshme e Ministrisë së Bujqësisë në SPAK këto ditë. Dakor, pak rëndësi ka, po kanë kaluar 2 vjet nga i pezullim dhe nuk kemi asnjë lëvizje reale, kështu që tani ti të thuash që ju ne do marrim nëse antarësohemi 300 milion euro dhe tani na u dhan 64 dhe të luash me shifrat, kur ti e ke dhënë me provë që i ke vjedhur ato para që të ka dhënë BE-ja në këto vite? Ke shkuar, ke sajuar kolibe prekashte, i ke quajtur si agriturizëm, janë vjedhur lekët nga të gjitha anët dhe janë vërtetuar ajo nga ty, janë vërtetuar nga Bashkimi Evropian, atëherë do të thotë që realisht nëse njerëzit harrojnë, këtë duhet bëj opozita, pra, ti kujtoj praktikisht, ti kujtoj këtij njeriu që po luan me disa shifra dhe disa teza ku ai praktikisht është i humbur që në nisje, sepse e ka treguar që këto fonde i ka shpërdoruar. Prandaj po them është Erisa edhe si kjo fabula e bie dakord me Juelën, fabula që po përdor Edi Rama me pasaportën e Bashkimit Evropian. Po a godet kjo tek elektorati? Unë mendoj që jo. Unë mendoj që jo, është një mashtrim total, të bëjmë një analizë të thjeshtë. Nëse është e vërtet apo mashtrim, kjo është çështje tjetër, po a indikon atij qytetarit për shembull Besoj që po është e mirë menduar. Do kem pasaportën e BE-s, unë do kem shanset barabarta si një qytetar evropian. Shqiptarët kanë pritur antarësime. Tikin gjysmën e atyre. Po në qoftë se thotë do dy fishojnë çmimet e apartamenteve raport me ato që janë. Do ikësh ti programa që polici mos të trajtoj keq ty, dhe ti ikësh ti që ti jesh më në fund qytetari dorës farës, tani e i dorës dytë. E para ti e kryeministri një vendi, duhet kishim minimumi krenarin,
që ti je i dorës parë, qytetarët e tu janë të dorës parë. Si në BE, si jo në BE, ti je i dorës parë. Ti si mund të ti, kryeministri një vëndi kaq vite, ti thuash ti qytetarit tënd aty përballë, që ti je fatkeqësisht dhe vot një pjesë e madhe, ti je i dorës dytë, do të çoj unë të dorës parë, do të jap këtë pasaportën. Ti je duke ofenduar të gjithë njerë mbi të gjitha. Sepse ke të bësh me një popull i cili me liberalizim vizash ka ikur, ka ardhur, kush ka mundur, ka shkuar të punojë, Ja ta përfundoj me absurdin në këtë sens. Që të bëjmë dy analizat të thjeshta. Së pari, para disa ditësh, ai ka marrë një pezullim qeveria shqiptare nga Brukseli, qoftë për 2 kapituj, qoftë për 2 konferenca ndërqeveritare. Dhe kusht është vënë zgjedhjet e 11 majit. Pra, qëse ne nuk arrim të bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, që është një kusht i panegociueshëm me Brukselin, absolutisht nuk mund ta avacojmë procesin e integrimit evropian. Dhe si mund ta antarësoj kjo qeveri që në 10 vjet e ka lënë stagnacion, që kemi hapur shampanjën ja 3 herë për hapjen e negociatave dhe është geopolitika, sepse falenderoj Putinin kryeministri ku hapur negociatat. Pikërisht ishte geopolitika ajo që përshpejtoi procesin e negociatave dhe jo plotësimi i kushteve, pikërisht jo plotësimi i kushteve të një sistemi meritokracie që është procesi i integrimit. Si do antarësoj kur korrupsioni është në nivele galopante në Shqipëri, që është një nga kushtet, korrupsion, lufta kundër korrupsionit, krimin organizuar, shëlbjerja e votës dhe shumë problematika, shteti ligjor, pavarësia e institucioneve, pavarësia e gjyqësorit, ku kemi një kryeministër i cili influencon absolutisht dhe një qeveri që influencon në sistemin e drejtësisë. Pra, janë disa kushte të cilat janë panegociueshme për Brukselin. Dhe nuk mundet ti të mbash flamurin e Bashkimit Evropian në mënyrë abuzive, duke joshur edhe diasporën, pra duke i thënë që shisa unë do t'jap pasaport, por edhe shtetën në mënyrë shumë propagandistike dhe absolutisht reali, sepse nuk varet nga ty. Ty detyrat e shtëpisë që ke për t'i bërë nuk i ke bërë, zotri. Ty në zgjedhjet lira dhe ndershme nuk ke në Shqipëri. Ti korrupsionin e ke të shtrirë në çdo që lidh qeverisë dhe t'ia thot Departamenti Amerikan i Shtetit, t'ia thot Transparency International. Ti ke nivelet e rrushfetit edhe gjithçka tjetër, ke krimin organizuar, që ne kemi për turpit ton një ligj për dekriminalizimin pikërisht sepse kjo qeveri i solli kriminalët në parlament dhe ke rastin Çyrbje në Durrës, që është më flagranti në 2021-shin, ku drejtuesi i qarkut ka qenë Edi Rama dhe bandat kanë përcaktuar deputetët. Pra, që të flasësh që unë do të jap pasaportën evropian është një propagandë, është një mashtrim i radhës i këtij kryeministri i cili nuk ka asnjë llogaridhënie, nuk ka asnjë program, ndërkohë që është vënë në siklet, unë e kuptoj, është vënë në siklet nga të vërtetat e opozitës, është vënë në siklet sepse e ka gjysmën e kabinetit, e ka në burg, dhe nga ana tjetër ka programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, që është shumë konkret dhe shumë i realizueshëm. Ka një material të standartën purs? Pranvera, një kryeministër që në 2013 ka dalë ka thënë do jap 24 orë ujë të pishëm qytetarëve. Tani më falë. Pa një përpjekje të konsiderueshme për të përshpejtuar ritmin e reformave, ne konsiderojmë të pamundur që Shqipëria të jetë e pranueshme për antarësim në BE përpara vitit 2030, standarden purs. Para 2 ditësh ka qenë një material. Unë në fakt doja të kësile një kënd tjetër të po themi këtyre 2 elementeve kryesore të mënyrës se si është duke bërë fushat Partia Socialiste. Pra, nga njëra anë ka një premtim apo një ëndër që kryeministri Rama është duke e shitur, dhe fundja këtu nuk ka asgjë të keqe, sepse politikanët ndryshe është një lloj profesioni, një lloj zanati që shet ëndra. Dhe ëndra këtë rast që zoti Rama po tenton të shes shqiptarëve është pasaporta europiane. Ëndra europiane. Për mendimin tim, ose të paktën në ato lloj të dhëna që unë kam në terren, qoftë edhe me miq, njerëz tan të afërt që jetojnë tashmë në Europë, të pasurit apo jo një pasaport europiane tashmë nuk është një shqetësim shumë i madh. Pse? Së pari, kushdo shqiptar, të gjithë nga ne këtu, që duam të zhvendosemi dhe të jetojmë në një vend të Bashkimit Evropian, mund ta bëjmë me një procedurë fare të lehtë, duke nisur nga Gjermania, Italia, Franca, kudo. E para, së dyti, me pasaportën shqiptare, me këtë pasaport shqiptare që prap nuk është shumë e fortë, ne mund të shkojmë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mjafton të plotësojnë disa kritere minimale dhe merret mjaft vjeçare. Dhe besoj që kjo, po themi, ky element i fushatës së zotit Rama ndoshta për mendimin tim nuk është
nuk po në gjitë shumë, por ajo që po në gjitë është anatemimi që po i bën opozitës. Dhe në këtë pikë, unë të pak të mendoj që Zoti Rama po ka sukses në momentin kur sulmon Zotin Berisha, si asë gjë e re nga fronti i lindjes, si anatemimi apo bërja qesharak e figurave të caktuara të opozitës, në disa raste për mendimin tim, edhe këto vetë figura i kanë ngritur topin në Zotin Berisha, i kanë dhënë materialin vetë, dhe mes tyre dy elementve, pastaj, kur të shkojët deri në 11 maj, nëse do arrit të mbush mendjen e shqiptarëve dhe të marrë 71 mandate plus vetëm me këtë pjesën e dytë, unë nuk di ta them, por pjesa që i takon opozitës në këtë rast është të paktën të eliminojë gabimet. Pra, kur shikon që nga ana e majorancës socialiste, nga Zoti Rama që fiton dhe fiton zgjedhjet njëra pas tjetrës, pastaj si fiton edhe me çfarë metodash i fiton, kjo është tjetër diskutim, por që rezultati është fiton, tek opozita detyra që ngrihet është së pari evokimi i programit. Ne deri para 2 apo 3 ditësh, dhe këtë kam informacione nga brenda Partisë Demokratike, nuk ka pasur ende piketa apo një lloj orientimi të kandidatëve, të drejtuesve politikë se ku do të fokusohet fushata. Është vërtet që Zoti Berisha ka del çdo ditë dhe bën prezantime të programeve, takon grupe interesi. Ka gati 2 muaj Zoti Berisha që bën për piketa, për një kontent që shpërndahet kandidatëve që ju e di shumë mirë se ka bërë fushat. Ka një të vërtet shumë të madhe të kjo që thotë. Dhe ky është problem shumë i madh. Që është edhe imi që e njoh. Nuk u lëret programi. Ka nuk ka një qartësi. Organizim të çorganizuar. Pra quhet në gjuhën e kujt merret me fushat. Unë mendoj që kjo nuk e di a do jetë vonë apo herët, nuk e di, ndoshta do ndreqet në momentin që fushata fillon realisht. Vetëm para 2 ditësh ju është dërguar, që është shumë vonë. Kontent real me pika. Po e di çdo deputet që do flasi për programin tani. Po kush janë piketat e kush janë piketat? Ndoshta ju Partisë Lirisë i keni. Një vit me 5 Partisë Lirisë i keni 5 prioritetet, por tek Partia Demokratike nuk janë. Kontenti të Partisë Demokratike duke lëshuar tashmë prej muajsh, se Berisha ka muaj që flet për 200 euro të minimumit jetik, pak minimale, pak mesetare të rrogës e të tjerë. Ky kontent nuk është marrë dhe nuk është përpunuar në një fash me pikat që t'jetë për çdo antar që sot e ke në teren. Jeti shitshëm, pra kesh një produkt të shitshëm. Gjë që në fakt, për hir të vërtetë ato pika janë aq ndikuese për xhepin e qytetarit dhe për biznesin veçanërisht të vogël të mesëm, saqë është një mëkat, atë është duke thënë Arditi. Unë dëgjova para 2 ditësh konferencë për shtyp Sali Berishën për programin i po flisej si kryeminist. Nga ajo ditë ka nisur, pra para ditës së hënë nuk ka pasur. Unë besoj që pika deputet, unë mendoj që ai që kandidon për deputet ka minimalisht çështje organizimi të brendshëm kjo që thotë eksperiencë aty. Ka dhe shumë pak eksperiencë. Qoftë Partia Demokratike, qoftë godet programi i koalicionit njësoj si ai i Edi Ramës të 2013. Ne kemi analizuar aty të qendra jonë çdo pikë të programit, qoftë ekonomik, qoftë për pronën, qoftë për kulturën, artin, po flas për PD në këtë rast, gjitha detajet e programeve dhe programet janë të qarta, pikat e programore janë të qarta dhe të matshme në kuptimin që e përcjellin mesazhin e tyre. Natyrisht që unë përmenda në fillim që programet kanë shumë ambicie, pasi nëse i marrim tërësinë e tyre, kërkojnë të ndryshojnë për shembull atë çfarë buxheti deri më sot ka pasur si rrugtim të tij. Po marrim buxhetin për shëndetësinë ose për arsimin. Deri më sot ka qenë 2 deri në 3% maksimumi. Jetë arsimi apo të shëndetësia? Ndërkohë qoftë PD-ja, qoftë domethënë koalicionet e tjera që janë po luftojnë për të fituar vota, duan të shkojnë deri te 5% e prodhimit të brendshëm bruto për shëndetësinë. Çfarë do të thotë? Do të thotë 1.2 miliard euro më shumë nga buxheti të hidhen për shëndetësinë, duke e marrë në detaj pasi programi për shëndetësinë i PD-s, të cilin e kam analizuar, i hyn çdo lloj qasje të themi të nevojave të pacientëve. Pra, nuk i hyn thjesht asaj pjesës përgjithshme, po qoftë nga aspekti organizativ, qoftë nga aspekti financiar, qoftë nga aspekti i mënyrës është i detajuar. Po pra, po gjithë ky detajim apo për arsimin, apo për bujqësinë,
apo për të tjera. Por çfarë ndodh? Si shitet pra? Në moment sepse në qoftë se ne dalim sot, dalim poshtë vizionit dhe pyesim 5 veta, çfarë mban mend nga programi i Partisë Demokratike i koalicionit? A dintën ai thonë kjo është pyetja. Ndërsa në 2013 kur Edi Rama thoshte shëndetësia falas, kjo gjë ngelte. Kur thoshte legalizim e falas, kjo gjë ja të ngelte në mendje. Ska slogan sot s'kemi slogan. Partia Demokratike nuk ka slogan. Nuk është se sa shitet. Po jo, ajo është sa të ngelet në mendje. Po nuk ka në momentin që thotë të rrisë produktin në shëndetësi na pyesëm që lekë hedhura në kuptoj. Elemente të tillë ne nuk kemi për të parë. Se sa të vazhdojnë. Një slogan ka tjetër gjë, sloganet politike. Do të thosha që asnjë nga dy partitë e mëdha nuk e ka një slogan tamam, edhe pse thuhet që ajo e PS-s është antarësimi në BE, natyrisht ai mund të jetë goditës, por ka shumë probleme brenda tij për të bërë i shitshëm te publiku. Pra në pjesë është pjesa e asaj që përmendtu me të drejtë, ajo çfarë kërkojmë dhe ne të gjithë, transparenca dhe llogaridhënia. Pra, ai program, nëse mund ta quajmë program me 9 seksionet e tij, i bën një bypass kësaj. Dhe natyrisht që njerëzit janë të pakënaqur, për arsye se gjithë qasja se si të pakënaqurit tu jepet një mesazh nga opozita. Të pakënaqurit, edhe pse u thuhet do bëhet pensioni 200.000 lekë, natyrisht që nuk është diçka ngrose në konceptin e asaj se sa po shkon kosto jetesës. Dhe do thosha që nuk ketë zgjodit më shumë se kaq, pasi në vetvete kanë tentuar të jenë dhe deri diku të kujdesshëm për të mos bërë premtime që mund të jenë pastaj të tilla të pa realizuar. Pra, kanë qëndruar në një pikë mesi, themi ndaj dhe. Shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Juela. Edi Rama sërish në diasporë, sërish duke kërkuar të bindë emigrantët të votojnë Partinë Socialiste, do të jetë sërish në Greqi, do të jetë sërish në Itali. Nuk ka bindje, nuk kanë atë, jo se nuk, ata mendojnë, kanë atë mendimin që ata që i kanë markuar mirë. Se kanë sigur? Jo, nuk kanë sigur, ndoshta dhe shifrën e tyre, po çdo janë bërë presionet të frikshme. Edhe me emigrantët? Po, absolutisht po. Çdo emigrant duhet të kuptojmë, emigrantët që janë andej, veçanërisht emigrantët e Italisë, emigrantët e Greqisë, janë dhe më të brishtët. Se ne po luajmë, po flasim për vende ku sot rroga janë 1.400, 1.500 euro, i kanë lek buke ata dhe andej. Pra janë në vendet që janë në krizë. Jo, janë në vendet që janë në krizë. E para punës njerë, njoh shumë raste që u ka shkuar çeku, u ka shkuar zarfi me 500 euro, me 700 euro. Emigrant. Po, emigrantëve, sigurisht. Po, para, të njëjtët njerëz jemi ne, kudo gjithandej. Pagesa që rast të bizneseve. Aty në rregull. 2. Të gjithë bizneset në Itali, pjesa më e madhe e bizneseve janë të marra të riblera nga shqiptar. Kanë punonjësit e tyre, janë kapur nga njerëzit e tyre këtu dhe gjithë firma e tyre zën fasone ose janë të gjithë të detyruar në një farë mënyre duke qenë se pjesa shqiptare këtej i kërcënon. Drejtora bashkisht njoh nëpër disa rrethe të Shqipërisë që kanë kërcënuar njerëz që u kanë bërë favore. Po 200.000 që janë regjistruar, 200.000 prapë. Jo, absolutisht, nuk po them, por po them që presioni absolutisht është bërë dhe është bërë ndoshta më i madh, duke qenë se zonën andej nuk e kapte shumë ligji zgjedhor. Dhe duke qenë se ende ishte në këtë mjegullën, pra ishte hera e parë, presioni andej është bërë pastër fare, pa pik problemi dhe pa u ruajtur fare, duke u hapur zyrat, duke u gënjur njerëzit, duke u marrë njerëz që nuk është se ishin të PS-s. Hapnin shoqata, ndihmonin për regjistrimin, thoshin do vinë këtu, një adresë të gjitha. Po, absolutisht. Kështu që do të them që, por prap, nuk është aq shumë e dëshifrueshme, duke qenë se emigranti të gënjen më kollaj duke të thënë që po ty ta jap votën. Pra të përcjell më thjesht. Dhe unë mendoj që por emigrantit e ke dhe më kollaj ti thuash ma fotografo votën se sa i thua një fotografoj dhe fshinë. Po bën një rifreskim, mendoj edhe një herë, duke qenë se ai pritshmërinë më të madhe mendoj që i ka atje. Pse? Sepse mendoj që veçanërisht Tirana, unë nuk mendoj që Tirana aty në ato sondazhet e veta i del aq mirë. Për shumë arsye. Para Tirana nuk ka dalë mirë në për vite. Tirana ka ardhur duke rënë, njerëzit e harrojmë ne këtë. Ne shohim atë shifrën e përgjithshme të situatave që ndodhin. Mora Tiranën si shembull. Po është Fieri, është Vlora. Pa diskutim. Pra janë dy qarje të mëdha që diferenca ka qenë në zgjedhje 70-ën e pret nga Fieri Vlora. E pret nga opozita, pra e pret nga këto qytete. 2. Ai ka parë shumë mirë që opozita në fakt në lidhje me emigrantët dhe votën e diasporës u nisi vënuar. I ndezi motorët shumë fuqishëm,
në mënyrën e saj, në atë mënyrë që ajo dita bëj, atë mënyrën pasionante, idealiste e të tjerë, pa këto fasadat e bukura që dita bëj, sepse shpenzimet normal nuk i kanë. Unë bajmënd, kujtoj zotin Berisha që në konferencë për shtypi tha shkoni, tha bëni gati deputet, shkoni me shpenzimet tuaja. Dhe ata realisht unë mendoj që kanë shkuar me rrogat e tyre prej deputetit. Me shpenzimet personale. Sepse ju bë thirrje publikisht, ju bëni konferencë. Po edhe alokimi i fondeve erdhi shumë vonë. Kështu që ne kemi të bëjmë me dy entitete shumë të ndryshme për një periudhë shumë të gjatë kohe, duke qenë se me sa di unë kishte informacione që për shembull në Rom zoti Agronsheja ishte shumë i fuqishëm mes emigrantëve. U postuan 3 ministri me gjithë stafet, me sekretarët përgjithshëm, me shefa kabinetës dhe kanë ndetur 1 muaj atje për të markuar votën e Romës, duke qenë se pa mund të denoncohen këto nga opozita lehtësisht? Me sa di unë është denoncuar. Në sfat. A kemi dosjen e Fierit të denoncuar para ca ditësh? Jemi para zgjedhjeve ne? Kur duhet reagimi? Të paktën duhet një deklarat për shtyp që thot e mora unë këtë denoncimin, po e vëzhgoj unë këtë denoncimin, do filloj hetimin për këtë denoncimin. Pastaj se si shkon në shpun tjetër, heshtje. Me dhënë ti ke dosjen e Fierit që i ka shkuar para 2-3 ditësh, ku ke denoncimet të pastra për mënyrën se si, ke denoncimet që para disa jave si janë dhënë tendera njerë, të gjitha atyre që janë aty nga Ministria Energjetikës, dhe ti nuk ke asnjë reagim fare për të thënë ore që po, e mora unë atë dosje dhe po, do e nis unë atë. Ti është një indicia. Heshtje totale. Nëse mendoj që roli i drejtësisë do jetë shumë i rëndësishëm në mënyrën se si do reagojë dhe është një gur prove shumë i fuqishëm. Është një gur prove shumë i fuqishëm. Keni shpresë të vota emigrantëve Berisa? Mendoni që do të jetë një vot që do t'ju japin mbështetje ju, apo është një vot të ndikuar që do të shkojë tek mazhoranca? Ne kemi bërë disa takime si Partia e Lirisë. Domethënë kemi qenë Milano, kemi qenë Greqi, kemi qenë Bruksel, dhe padyshim mendoj që kushdo që ka hikur jashtë nuk ka hikur prej qefit. Domethënë nuk ka dashur askush që t'iki nga ky vend. Padyshim që emigracionin më të madh e ke në këto 12 vite qeverisje, mbi 1 milion shqiptar, dhe padyshim ata nuk kanë hikur se Shqipëria i dha 1000 mundësi, i dha pag, i dha shtëpi, i dha konkurrencë, i dha meritokraci, por kanë ikur sepse nuk e kanë gjetur mundësinë për të bërë jetesën e tyre të përballueshme, dhe këtu po ta marr që nga çiftet e reja që kanë pas raste flagrante të takimit e mia me shumë qytetar, do ikit krijoj familje jashtë, sepse kosta e jetesës këtu për të mbajtur qiran, për të mbajtur fëmijën e tjerë është e papërballueshme. Dhe padyshim që kjo vot unë mendoj dhe gjykoj në analizën edhe të takimeve që kemi bërë, që do jetë një vot në mbështetje të dominuar për opozitën, edhe për një rotacion. Kemi parasysh që ata vinë edhe me një kulturë tjetër, pra një emigrant që ka vite që është atje, 3-4 vite, 5 vite, me gjithë vështirësitë, se ne harrojmë që kjo qeveri detyroi shqiptarët largohen me gomone. Ne pam gomone drejt Britanisë Madhe dhe ne i harrojmë çfarë drame, që do ndërtua marrëdhënie me britanikët, erdhën britanikët shumë shqetësuar këtu, filluan të investojnë në Kukës e në vende të tjera, pikërisht për një arsye të emigracionit masiv. Mos harrojmë mjekët, mos harrojmë infermierët, që ikën në masë drejt Gjermanisë, vazhdojnë të ikin. Mos harrojmë profesionistët e lirë gjithashtu që u sulmuan nga kjo qeveri. Në shkruar marrëveshje me provincën e Piemontes në Itali, kërkojnë 3500 infermierë dhe me shumë dëshirë dhe dashuri hasën në bashkëpunimin kryevepër të strukturave tona. E ka bërë me pengim 3 vjet diplome. Dakor, pra, po me dëshirë të madhe në u themi që hiknim apo ju ndihmojmë neve këtu, domethënë, sepse duan të ikin. Vetëm një provincë e Italisë kërkon 3500 dhe ka lidhur marrëveshje. Kjo është dramatika. Për infermier. Po. Është dramatike. 1 në 3 maturantë duan të ikin. Do hapni fakultet të dytë sepse ne na duhet të kapim mjekun për frym. Ke qytete të tëra që i ke pa mjek sot që flas. Absolutisht. Është dhe përgjegjësia e opozitës, pse duan të ikin kaq shumë shqiptarë sepse nuk shohin shpresë ndërkohas tek opozita. Sa ja u thon, e di që e thon shumë. Domethënë i kemi rënë opozitës, e kemi goditur, e kemi bërë. Sa ju thon takimet elektorale që për shembull në rastin e Partisë Demokratike ne kemi pothuajse të njëjtat figura, që ishin në 2013. Jo, nuk mendoj. Belind Klliçi nuk është e njëjta figurë. Po, sa përqind janë të rinj? Ke
game-in që ka... Të rinjtë e Partisë Socialiste... Të brain game-in ke, po qali e ke listët e hapura. Ke listët për shlidhje ka. Edhe pse në qeveri e ka ndryshuar, nesër do jenë qeveria ta por i ka ndryshuar listat e pasere. Nuk ka të njëjta figura. Besoj që janë perceptime, parasysh se figura kanë ndryshuar në të dyja kampet. Unë mendoj që edhe vota diasporës Pra, Mera, çfarë ndodhi te lista e Partisë Socialiste? Që të bëjmë një paralelizëm. Listën e Partisë Socialiste... Shërbja e ri ishte në 2021 me qëra fjallë. Po, dhe shumë të tjerë. Dhe nuk do të thotë që ajo vare. Absolutisht. Ti ke në listë të mbyllur që nga kryeministri, i cili tha dhe hodhi tha që mund të garoj dhe unë në lista hapur, mund mos garoj fare për deputet, prap të lista e mbyllur o mbyll. Nga ana tjetër ke ministra që sot janë me dosjen SPAK që u futën të lista e mbyllur dhe ke të rinj anonim duke fshirë komplet kujtesën edhe aq pak kujtesë që kishte ngel në Partinë Socialiste duke i nxjerrë të gjithë në lista hapur në një garë shumë të fortë pikërisht për të aneksuar sepse ai nuk do unë po ta them vi nga një eksperiencë parlamenti e cila aty ke një ministri më tepër të Ramës. Aty nuk ka llogaridhënie, aty nuk vjen kryeministri, dhe aty ke vetëm kartona. Dhe Edi Rama do vetëm kartona anonim që të ngren kartonin për çdo ligj, dhe mos ketë asnjë diskutim. Në rast të një ndryshimi nesër, duhet kuptojmë diçka. Në rast aty po zhduken edhe ata zëra që neve, nuk janë të kundër, po që kishin një farë autoriteti në parti. Gjiknuri, unë uroj të fitojnë gjithsesi, sepse hajde të ngelen disa të parit, është Zoti Braçe, është Pandeli Majkonese, Pandeli Majko nuk kthen ndonjëherë fjalë, por do të them që pikërisht gjithmonë me dhëmballët, po do të them që pse, sepse në rast se ndodh diçka, qoftë edhe mbas fitores Partisë Socialiste, në rast se ndodh një investigim i Zotit Rama, një, nuk e di, sekuestrim telefonash, një nisje procedimi penale të tjerë për të dhe për numra 2 a 3, se nuk di tani se këtë quajnë 2. I ka paralajmëruar që mos më kërkoni telefon. Nëse kërkohet, nëse ka një shision dikur, a i shisioni brenda partisë ishte gati, sepse grupi Veliajt ishte shumë i madh në numër. Ishte i madh në numër, i fuqishëm në numër. është bërë? 99% po. Nuk është zhbërë. 99% po. Vijon të jetë aty. Ke Toni Gogun, ke Romina Kukon e ke të dytën forç. Po them ka. Gjithsesi ka, por unë doja të... Fatkeqësisht e di që ka treguar kjo mënyra e qeverisjes së Partisë Socialiste që femrat fatkeqësisht në emër të vendit sa më shumë femra, por femrat aty mi se pam edhe me rastin e zonjës si e ka të Bashkisë Tiranës. Pra femrat që i zgjedh si me fotokopje, të manipulueshme dhe të përpunueshme shumë kollaj, dhe të kërcënueshme shumë kollaj. Po ta shikoj zgjedh një format. Janë sikur janë në të njëjtën prerje dhe më vjen keq për këtë. Po të shohësh për sigurisht një prerje. Një prerje, se ti jesh nën, ti të kesh fëmijë, të dhimbset vendi, të dhimbset mënyra se si po shkon, dhe kur ti matesh, nuk matesh vetëm për xhepin tënd dhe pasurimin tënd, po ti e shikon çik edhe më gjerë, se është një vend ku do rriten fëmijët e tu. Të dhimbset kur i ke fëmijët këtu, se po i ke fëmijët jashtë, nuk është të dhimbset ai shumë. Mendoj që gratë që vijnë në pozicione partijake duhet të zgjidhen jo me të njëjtën prerje siç janë zgjedhur në rastin e rilindjes, se nuk janë Parti Socialiste ato, jo. Jo, s'ka lidhje me Parti Socialiste, as për politika, asnjë lidhje. As shpirtërore, as familjare, janë portofolet ashtu të quajtura portofole ekonomike. Dhe fatkeqësisht më të manipulueshmet. Fatkeqësisht. Shife, ajo një detaj. Se unë vetë vi nga një familje e majtë. Do me thënë, brez pras brezi, absolutisht besoj tek politikat e majta në sensin e kujdesit të shtetit tek qytetari e tjerë me radhë. Dhe kam thënë dhe në parlament, këta nuk kanë lidhje me të majtën, nëse si shef politikat e tyre dhe vendimarrjet e tyre janë thjesht për klientët dhe oligarkët e tyre. Këta nuk kanë politikë të majtës që do t'i kishin rrit pensionet 12 vjetë dhe pensionet nëse ka thënë opozita është bërë kaos prej opozitës, të jemi të sinqert, nuk i rriti 12 vjetë pensionet, edhe pse pensionistët në fakt janë kategoria që voton në mas Partinë Socialiste. Dhe po shkon gati 700.000 pensionistë. Dhe ka marrë vota qyll në mënyrë permanente,
nuk i ka rritur as në 2025 me buxhetin që kaluam dhjetor, ka një indeksim qesharak dhe bonuse elektorale sa dhe abonen e Tiranës në radhë sepse 5 pika. Do me thonë, është njerëzore. Nuk e thonë më Erisa edhe atyre pak qytetarëve që kanë dyshim se mund të jetë forca po të shikosh, dhe marrëdhëniet me partitë si motra, ata nuk i kanë më ideologjike. I kanë marrëdhënie të bazuar në lidhjet e Sorosit. Pra përsa kohë këto degëzime të së majtës dhe jo vetëm të liberalëve të majtë të djathtë janë brenda Parlamentit Evropian, Bashkimit Evropian, ai do t'i gjejë xhepat për të përfituar, absolutisht. Po duke qenë se ky entitet është gjithmonë më shumë në goditje dhe në rënje, ai e ul fare dhe po ta dëgjosh ai thonë unë jam demokrati. Edhe ta hapim çiktim në pensionizëm me idenë që bëhet edhe pjesë e programit. Edhe struktura e pensionistëve nuk është më ajo që ka qenë përpara, për arsye se pensionistët e sotëm janë ata të pas viteve 90 dhe natyrisht nuk kanë të njëjtin mentalitet si ata të para viteve 90. Aq më tepër që këta pensionistë do jenë dhe problemi i çdo qeverie që do të marrë pushtetin pas zgjedhjeve të 11 majit, për arsye se do shtojnë në maksimum presionin social, duke qenë se janë pensionistët e periudhës informalitetit të lënë ato vite, janë pensionistët që nuk i plotësuan vitet. Jo, po janë, por gjithsesi në qoftë se mund të dëgjojmë rëndom tani është shtuar sasia e pensionistëve të cilët marrin shumë pak lek. Dhe natyrisht që këto janë barre qeverive dhe është një presion i shtuar social, ai që do detyrojë çdo lloj force politike të merret seriozisht me ta. Unë shikoj që me pensionistët ende nuk ka një vëmendje të tillë që të trajtojnë seriozisht, jo thjesht për të përballur minimumin jetik, po për të qenë pensione të denja të tilla që në krye të 10-15 vite, para se politika e pensioneve nuk bëhet sot për nesër, të jenë të tillë që të bëhen të krahasueshëm me kostot e jetesës, jo me ne nuk barazojmë dot me skemat e pensioneve të Bashkimit Evropian. Po Kosova 340 euro e kamin Kosova ka një tjetër sistem, ka fonde pensione. Është politika që zgjedh. Maqedonia Fqinje është modeli më i mirë për tu, por nuk është punë lekësh, është punë mënyra skemës që zgjedh. Skemën që ne kemi zgjedhur deri më sot, kemi zgjedhur një skemë që ta shtym si ta shtym. U bë vërtet një lëvizje në vitin 2015 që hyrim fuqi, mirë pa krijoi me kalimin e viteve duke mos u azhornuar, duke mos u ka krijuar probleme. Një, ka rritur hendekun, pra pensionistët e fshatit i ka bërë pa interesuar fare se gjithmonë më tepër marrin më pak. Pensionistët e qytetit, një kategori që ishin pjesë e reformës marrin më shumë, një kategori prap nuk po marrin për arsye të kontributeve që kanë dhënë. Dhe në këtë mënyrë duhet ishin bërë vit pas viti dhe këto duhet ishin temat e diskutimit që informaliteti duhet kishte ushqyer skemën e pensioneve me të paktën nga 1% çdo vit për të arritur ajo se lekët do merren diku. Fondet e skemës private, pra fondet e pensioneve duhet ishin bërë aktive në mënyrë që të jepnin besueshmëri shqiptarëve të tillë që ata të investonin to për veten e tyre dhe kjo do të ndihmonte në mënyrë të ndërsjellët edhe mbajtjen e fuqisë punëtore, se një nga problemet më të mëdha që kanë bizneset sot është lëvizshmëria e punonjësve, nuk gjejnë siguri te një punëdhënës, aq më tepër që bizneset tona janë shumë të vogla për t'i dhënë garanci punonjësve dhe natyrisht më shumë janë vetë punësuar, ka të ndryshme, dhe natyrisht që ky është një problem që duke mos pas garancitë e vendit punës, duke mos pas punësimin e denjë, që duhet ishin temat reale të diskutimit, jo tema se çfarë do të bëjmë me këtë dhe me atë. Pra, gjithë tema në Shqipëri nuk është se ka diskutim mes palëve për programe, po nuk të dalë. Unë përmenda pak më përpara. Po i kemi ftuar, nuk kanë ardhur. Unë përmenda pak më përpara. Debati duhet ishte për hallet e shqiptarëve, jo për çfarë do prekim nga buxheti, pra diskutimet e programeve të partive janë diskutime fiskale. Zot thot, nga njëra anë sa do të shpërndajmë buxhetin në mënyrë tjetër, por kjo nuk është njërisi, nga ana tjetër sa do të ndikojmë të ardhurat në mënyrë që këto të rikthehen mbrapsht në ekonomi. Të gjitha këto nuk bëhen dot pa mobilizimin e shqiptarëve dhe në asnjërin rast unë nuk shikoj se si do të trajtohen në mënyrë të koordinuar emigrimi 1.15% e popullsisë së Shqipërisë ikën çdo vit. Dhe në momentin që ty t'ikën popullsia, nuk mund diskutosh më do përsos infrastrukturën, se nuk i duhet kujt infrastruktura kur nuk ke njerëzit. Nuk i duhet kujt pjesa e atij arsimi që unë nuk them se nuk është investuar në mënyrë sasiore, por ka nevojë për një arsim cilësor. Dhe zot thotë ky arsim cilësor, se cila zonë ka specifikat e veta, diku ndërthuret arsimi profesional, i cili i shërben jo shërbimeve, por duhet i shërbej prodhimit dhe teknologjisë, diku një arsim tjetër jo profesional. Pjesë e shëndetësisë duhet të ketë një shëndetësi cilësore ku aty ku ka të moshuar
po flasë për Dibrën, për Do Kuksin. ndërtojmë spitale që të vinë dhe europianë të mjekohen të Nuk është ky qëllimi, jo, shiko, këto janë në propagandë. Qëllimi është që shëndetësia të jetë cilësore. Një pjesë e madhe nuk është problemi të ndërtojmë spitale, problemi është njëherë të menaxhojmë sistemin. Spitale nuk janë vetëm muret. Çdo me të sistemi. Partia Socialiste ka në program, ne kemi matur tasmë programin sa përqind është realizuar, ka në program 63%. I programit të shëndetësisë? Total. Diku në 12 vjetë? Në 4 vite, në 12 vjetë. Në 4 vite të fundu, po pse kishte program 2021? Po, program qeverisës kishte dhe premtime të cilat po të shikon, ne kemi një faqe të dedikuar për të punë. Kemi një faqe, ne kemi faqe atë nuk është reklam, kjo Polifakti, i cili ka premtimet që nga 2009 të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike dhe të LSI-s, të cilat ne kemi mbledhur nga burime të ndryshme dhe i kemi sistemuar. Për hir vërtetës, për shembull LSI-ja në vitin 2009 dhe 2013 ka qenë shumë pragmatiste në programin e saj, për arsye se ka prekur pikërisht to hallet. PD-ja dhe PS-ja ka një qasje më makro në ç'kuptim. Merren me investimet, merren me pjesën e asaj që si të zhvillohet vendi, por në fakt duhet merren me njerëzit. Po, deri sot që flasim, ka një program Partia Socialiste nga burimet që ju mbledhni? Ka dalje në media, të cilat ne po i mbledhim, është deklaruar një për shembull është pjesa fiskale e Partisë Socialiste që ka deklaruar edhe ajo pensionin tashmë minimal nga 100 euro që është sot bëhet 200, i cili ka një kosto të caktuar. Pensioni minimal, ka dalë para disa ditësh Rama e ka Kemi pagën mesatare e cila është e ngjashme me pagën që ka thënë dhe PD-ja, 1300 euro. Mirë shumë. Dhe do me thënë kjo do me thënë kosto në buxhet. Mirë, po ne nuk duam si shqiptar se sa do të rritet paga administratës. Po shbalancohet. Çfarë duam ne? Ne duam që e gjithë ekonomia, sa na ka dhënë produkt deri më sot? Sa ka dhënë produkt Shqipëria 1 euro e gjitha tonisma, me qëllimin që ato që s'na vlen ti heqim më njanë dhe mos të riciklohen, se problemi më i madh është që partitë e mëdhaja duopoli, PSD riciklojnë në vazhdimsi duke i rinovuar idet ato që kanë pas në të kaluar. Pra, ideja Shqipëria 1 euro ka nisur në 2006 nga qeverisja Berisha. Vajti 18 vite në një analizë të detajuar që kemi bërë, nuk ka prodhuar atë që duhet për sa i përket zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, pra janë dhënë ato çfarë janë dhënë, por nuk janë dhënë për të shërbyer ekonomisë së qëndrueshme. Punësimi është me pikatore, pra në tërësi kjo skem duket që nuk vlen. Atëherë, po në administratë sa është rritur punësimi? Administrata paga shumë është në nivele jo të larta, por ka rritje të kostove për shkak të rritjes pagës. Pra, kur flasim për administratë, flasim për buxhetorët nga njëra anë dhe administrata që janë ndërmarrje si OSHE-ja të tjera që futen te shteti, por nuk janë buxhetor, ato kanë rritje dhe oscilacione natyrshëm që kanë rritje. Ato ne i paguajmë prapë. Ato i paguajmë indirekt për arsye se buxheti her pas here kur ndodhet keq njëra nga ndërmarrjet, siç ndodhi në vitin 2022, i dha lek. Nuk i paguajmë ne si buxhet, por kuptohet pjesë e kësaj ekonomie janë. Lidhe me menaxhimin e. Sa ka qenë administrata publike në 2013 dhe sa është sot? Si? Administrata publike. Nuk se punoj te departamenti, por di që diku te 80.000. Ka qenë? Po themi për buxhetorët. Sot është diçka të 200.000 të pak. 200.000. Jo, nuk 200.000, shiko, 200.000 janë ta. Me administratën lokale. Jo, pra jo, shiko, bashkë me administratën lokale është 80.000. Këta 200.000 janë të ndërmarrjet publike, si OSHE-ja, si Alpetroli, e të tjera, të cilët nuk janë, po e sjarën për publikun, pra nuk dalin lek nga buxheti, natyrisht që janë interes publik të ketë transparencë për to kompanie, për to lloj administrative. Për shembull, policia bashkiake e Bashkisë së Tiranës. Po janë pra pjesë buxhetorëve, ata janë buxhetorë. Një nga aparatet më të fuqishme që ekzistojnë. Çfarë janë administrata e qeverisjes qendrore dhe vendore, janë buxhetorë dhe i marrin lekët nga fondi i buxhetit. Tu është bërë një hile e vogël, këtu ndjes që të ndërpresë ju e një ekspert i fushës, po hilja që kam parë unë si gazetar, jo ekspert i fushës, është janë ndërtuar ndërmarrje, siç janë për shembull OSHE-ja në nivel kombëtar, edhe në nivel lokal, bashkit ka ndërtuar ndërmarrjen e bashkive, pra pastrim gjelbrimi, ndërmarrjet e ujit, apo të fushave të ndryshme për të hequr nga ky zëri buxhetorëve që nuk duket. Kjo është mënyrë organizimi që ka zgjedhur Shqipëria në formatin e nuk mund ta quash hile, kuptohet që aty bëhet lojra në UKT-t për shembull. Sepse ata janë pas status dhe mund të luhen. Unë do bëja një kështu për shembull për ju median.
Sistemi ujësjellëse ka qenë një nga ato që Partia Socialiste në 2017 ishte një nga 6 pikat që ne kemi monitoruar që do të transformohesh sistemi ujësjellësve. Humbja sot e kësaj dite i sistemit ujësjellësve është 64%, që do të thotë jo me humbje, por unë nuk e di se si mund ta gjëna reformën territoriale që u tha që do të vogëlohet diskutimi i madh publik se si administrohet uji është problem shumë i madh në botë sot. Siguria ushqimore, këto janë diskutimet që njerëzit i prekin dhe ka vende që ujin e kanë pjesë të sigurisë kombëtare. Ne po ujin e paguajmë disa herë. Jo, siguria ushqimore që është brenda Ministrisë së Bujqësisë si strukturë. Në vetvete duhet të ishte një temë diskutimi shumë e madhe pasi po rriskohemi her pas here nga mungesa e sigurisë ushqimore. Pjesa tjetër është ndotja e ajrit, të cilin neve si qendër e kemi trajtuar shumë herë. Do të bie një fakt, nga gjithë të ndërtimet të cilat ne kemi analizuar, nga 95-a e deri më sot janë dhënë leje ndërtimi bashkë me ndërtimet informale 72.6 milion metra katror, që do të thotë që Shqipëria s'ka nevojë më për ndërtime, qoftë për turistët e ardhshëm, qoftë për ata që janë dhe kjo është analizuar në kuadër... Shumë mendoni ju? Jo, nuk mendon ekonomia. Ka një mendim tjetër? Jo, nuk ka një mendim tjetër. Do të bie një fakt tjetër. Ka një ligj për intensitetin e ndërtimit dhe ne jemi banor të Tiranës dhe këto duhet të jenë tema shumë të mpreta diskutimi. Po ndotja në Tiranë. Dhe ndërtimi për kilometër katror duhet të jetë 30% e sipërfaqes. Në Tiranë është 3 herë. Dhe çdo të thotë kjo. Kjo nuk do të thotë vetëm ndotje, pa diskutim që ndotja na kushton. Mungesa hapësirave për një sekond më le. Kjo do të thotë që sa investime publike kur jep një leje ndërtimi një 47 kaç apo një 37 kaç, ndërkohë investimet publike duhet të jenë pararendse, çdo të theme këtë. Buxheti duhet të orientohet për rrugë, për kopshte, për ujësjellës, për energji. Në momentin që këto nuk janë, çfarë kemi? Kemi një trafik të rënduar i cili vjen dhe për shkak të kemi një cilësi të jetesës në aspektin e jo vetëm të ajrit, por të mënyrës se si ne marrim turizmin. Pra, të gjitha këto së bashku do bëni një qytet vërtet evropian. S'ke transport publik. Këto do të ishin temat e diskutimit për mua, ekonomike dhe politike. Jo sa do ulësh taksat, sa do ulësh taksat, për arsye se prekja e taksave është gabimi më i madh që mund t'i bëhet buxhetit. Duhet të ketë një lloj stabiliteti. Duhet të ishte një politikë që nuk do të prekej më moratorium. Në politikë, po mos e shumti edhe në këto panelet mediatike, politikanët, kandidatët e dyja palëve nuk pranojnë të flasin ose i shmangen për të folur. Unë mendoj që ka një paradoks shumë shumë të madh. Patjetër, po ka një paradoks shumë të madh. Nuk përballet Rama që flet nuk kam qenë për tavolina dhe pak dalin nga. Po nuk përballen ato. Po ka edhe një paradoks shumë të madh tek, po themi, temat kryesore të fushatës. Qoftë opozitës, qoftë majorancës, po sidomos te kjo e fundit. Pra, një nga fjalët më të përdorura kush është? Janë pensionistët. Domethënë pensionistët për këtë, do bëjmë këtë për pensionistët, do i rrisim pensionin kaq edhe kaq. Pra, askush nuk përmend rinin. Dhe ky është problem shumë i madh. Është problem shumë i madh për qeverinë, Rama për Dorovit, siç e Doroviti me startupet sot. Nuk është problem për majorancën për shkak se të rinjt sa vinë dhe largohen. Unë u trishtova shumë që vetëm para pak ditësh mora vesh që e kam parë programin e Partisë Demokratike, por nuk ndes shpresën. Problemi që unë kam me programin e Partisë Demokratike mund të jetë një material dhe një brum shumë i mirë dhe me shumë i punuar nga ekspertët. Disa nga ato piketat programit unë i kam lexuar, domethënë edhe bie dakord që mund të ketë përmirësime të ndjeshme në fushat ndryshme, por paketimi, ambalazhi, shitja, marketimi i kësaj pune që me këtë fitohet fushata. Ti mund ta kesh super program, por nëse ai ngelet një blok që ti nuk u aparaqet në mënyrën e duhur qytetarëve dhe nuk ndes shpresën, ai është një material dhe një punë voluminoze atyre ekspertëve të çuar dëm. Dhe nisa të them mua se kam problemin tek të rinjt shumë, duke qenë se futen vetë tek kjo kategoria e të rinjve dhe që çdo ditë dhe çdo muaj që kalonin kam më pak shok dhe më pak miq të mi në Shqipëri që largohen, unë e shoh shumë problem të madh. Po çfarë do i kërkojë ti për shembull PD-s apo PS-s apo edhe partive të tjera, si i ri? Unë si i ri. Çfarë do kërkojë te programi se unë di që janë konsultuar me grupe interesi të të rinjve. Unë nuk e di ku janë bërë dhe si janë bërë këto konsultime, por tani sistemi arsimor
Nuk e di do më thënë. Unë e kam bërë shkollën në Berat dhe universitetin në Elbasan dhe vetëm para pak ditësh mora vesh dhe meri shumë keq që një nga fakultetet më të rëndësishme të ati në universiteti rrezikon të mbyllet. Fakulteti i Shkencave Sociale, sepse kam mbetur me disa dhjetra student. Shumë deg janë mbyllur, ndërkohë kur unë kam qenë student aty, ai universitet, ai fakultet gumë zhinte nga të rinë. Pra, është problem shumë i madh. Po, është lidhur me ekonominë, është popullimi këtu. Jo, lidhur me ekonominë. Është pjesë e shpopullimit. Është pjesë e shpopullimit. Pjesa kryesore e shpopullimit. Është pjesë e shpopullimit. Pra, që flitet për shpopullimin. Shkolla është e lidhur me tregun e punës. Nuk është se ndalojnë të reflektojnë që kjo do vite një ditë. Nuk e shmangin dot, shqiptarët. Kur ulen në kafe, në qoftë se para 10 vite shuleshin me 5 miq të tyre, sot ka vetëm 22. Nuk e shmangin dot, por ajo që unë kam problem me maxhorancën është që nuk është interesuar fare, qartazi nuk është interesuar në këtë aspekt sepse vijon atë linjën e saj. Jo vetëm për këtë, jo. Ndërsa tek opozita kam që nuk ndes shpresë. Nuk është interesuar, se po ta shikosh, është mbushur administrata e të gjitha niveleve, pikërisht me të rinj të cilët janë marë, janë është keqardhja ajo që një ri 25 vjeçar aspiron të bëhet rrogtar. Dhe Partia Socialiste thotë unë me të rinj të atë fet që është një ëndër jo e re të rinjve shqiptar. Problemi nuk është vetëm nuk është thjesht shkollave që një ri 25 vjeçar që mbaron universitetin në X deg, aspiratën edhe ëndrrën e tij më të madhe është të jetë rrogtar. Po pse ndodh kjo? Nëse nuk është thjesht rrogtar. Të të jap një përgjigje pse ndodh kjo? Për rrogën do të kërkojnë votën. Jo, nuk është puna vetëm. Jo ty, do të problemi i madh i politikës sot, se politika duhet marrë dhe përgjegjësi. Do ndalemi pak te arsimi. Një sekond vetëm. Problemi i madh i politikës sot është që nuk ka ditur që ta shkëpusi ekonominë nga politika. Pra ekonomia sot është shumë e politizuar. Janë të suksesshme ato pjesë, segmentet e ekonomisë dhe kryesisht jo vetëm ndërtimi, të cilët nuk i japin asnjë aspirat të rinjve për arsye se arsimi lidhet me tregun e punës dhe të rinjt ikin në perëndim apo kudo që ikin për arsye se ka një treg shumë divers dhe ne nuk mundet t'u japim t'u shesim shpresë të rinjve sot, qoftë shërbimet turistike, të cilat nuk i preferojnë të rinjt. Mund i preferojnë ata që vinë nga zona të tilla që duan të kenë një akomodim material fillestar, por as ndërtimi. Atëherë të rinjt si pensionistët, se janë shoqatat më të mëdha të vendit, shoqata e pensionistëve është shoqata më e madhe në vend. Edhe shoqatat e të rinjve, po të rinjë fatkeqësisht. Ku ka shoqata? Jo, në kuptimin shoqata në thojza E dini juve sot që sot një nga degët më të preferuara për gjimnazistët në gjithë Shqipërinë, e di kush është? Infermeria. Dhe di pse? Sepse gjithë duan të ikin në Gjermani dhe të gjithë duan të ikin në Itali. Pra ka lidhje me tregun e punës. Po kjo është e tmerrshme. Po pikërisht atë. Gjë me tregun e punës ka lidhje. Nuk duhet kërkuar te modeli vetëm. Tani Arditi ka shumë drejt. Unë jam një nga njerëzit që e kanë ndjekur shumë çështjet e arsimit dhe kam folur edhe partia ime padyshim për arsimin dhe kemi një nga 5 prioritetet. Dhe çështja është të bëjmë një bilans. Jam shumë dakord, janë mbyllur degët, cilësia në arsim PISA ta tregoj. Një mësues sot paguhet me 500 euro mesatarisht, me 600 euro. Më pak se 5 orë punë të një parukiere jetë, të themi, dhe sot ti je në emergjencë mësues. Do të thënë ti nuk do të kesh praktikisht nesër në të ardhmen e afërt mësues për matematik, për kimi, për fizik, sepse sot ke 7-8 student për këto deg. Pra ti në lëngët e eksakte që duhet të ishin investime janë ndër më të dobtit fatkeqësisht. Absolutisht, ndërkohë që këto deg janë ato që kërkon globalizimi, inteligjencë artificiale, sfidat e një brezi të tërë, pra ne duhet ishim armën më të fortë, ta kishim të degët e eksakte. Mos flas për cilësinë e kurrikulave, librave, analfabetizmi funksional, njerë të rinj që vinë në fakultet dhe nuk din të shkruajnë dhe nuk kuptojnë atë që lexojnë. Dhe po flasin edhe në cilësinë e pedagogës fakultetit drejtësisë. Mua më vinë në vit të parë student që s'din të artikulojnë dot një mendim apo të kenë një mendim kritik, sepse dëmi që është bërë arsimi, dhe kjo për mua ka qenë një agjend, qoftë shpopullimi, qoftë analfabetizmi i vendit dhe i kombit për të sunduar lërit varfër, lëri ignorant dhe sundohë. Dhe dëmi që është bërë, pikërisht dhe dëmi që është bërë arsimit është kolosal. Jo vetëm që s'ka mbajt premtimin, jo vetëm që na flasim për laborator të informatikës, kur nga qendresa qytetare, një organizatë shoqërisë civile,
Këtë ka bërë një analizë që 5% të Wi-Fi-t ke akses në shkolla, 5%. Pra ti ke 20 praktikisht të pa mundur kompjutra, pra ke një kompjuter për 20 nxënës. Imaginon çfarë kategorie dhe në çfarë stadie. Mos flas për OECD-n që raportin e fundit të Kombeve të Bashkuara tha ke mësuesit më të keq paguar në Europë. Pra ti praktikisht ke një sistem arsimor që po thret në këmban për problematikën dhe nuk bën asgjë edhe në buxhetin 2025-s, përsëri buxheti më i ulët në rajon, se ti nëse nuk e buxheton, ti nëse nuk e mbështet sistemin arsimor, padyshim sistemin po a do të jetë një vot kundër vota e mësuesve për këtë qeveri në zgjedhjet e ardhshme? Unë mendoj që po, do duhet të jenë të parët që të ndëshkojnë, dhe duhet të jenë problemi, e di çfarë problemi ka mund sidomos me jo vetëm me mësuesit, po me çdo lloj intelektuale. Do duhet që ne të ndërtojmë të rinj që mendojnë në mënyrë kritika, një brez i cilit mos jetë i varur nga një interes i momentit, po të kenë një independencë në mendim dhe të kenë një mendim kritik dhe të jenë qytetarë të angazhuar. Ne nuk duhet thjesht që këto shkolla të ndërtojmë thjesht godina dhe nga këto godina çfarë do prodhojmë? Kjo është pyetja më e madhe, do prodhojmë qytetarë të angazhuar që din drejtat e tyre, që din t'i mbrojnë dhe mos jemi në një rini apatike që është për ta mbyllur me atë që e nisëm me pjesën politike. Si do t'i masi Partia e Lirisë mbështetjen e saj në zgjedhjet e 11 majit? Do t'jetë vota për Ilir Metën, vot edhe për Partinë e Lirisë, pra kjo do t'jetë pesha juaj elektorale? Tani pesha jonë elektorale... Në Tiranë flas. Dhe sa janë pritshmëritë që ju keni për Tiranën? Po patjetër. Neve e ka thënë edhe presidenti, por edhe në gjithë garimit i në listë hapur dhe i 8 kandidatëve tanë që kemi në listë hapur në qarkun Korç, kemi një pedagog, një doktor shumë me personalitet si Gent Çala, kemi gjithashtu në Durrës një sportist mjeshtër sporti si Ardit Adriatik Hoxha, kemi në Fier gjithashtu Ben Çukon, kemi në Lezhë Viktor Tushën me eksperiencë shumë madhe në administrimin e qytetit dhe padyshim që gjithë fokusi o strategjia që në Elbasan padyshim Dashamir Xhikën, gjithë strategjia jonë do të fokusohet në vota personale në kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, padyshim numri 1, por edhe kandidati në listë hapur dhe padyshim për zotin Meta targeti që ne kemi vënë janë mbi 50.000 vota për që të shkojnë në emër të Ilir Meta, po patjetër, e ka thënë dhe ai dhe ne presim që në Tiranë të ketë koalicionit të shkojnë në 20 mandate si koalicioni, ka të gjitha mundësit dhe ne... Pretendoni kandidatit për zotit Meta nga lista e hapur? Po, ne pretendojmë të kemi të 8 kandidatët ta në lista hapur të fitojmë, pa tjetër, ne hymë për të fituar. Që kështu të gjithë kandidatët... Të gjithë, jo, absolutisht. Të gjitha rrethet. Jo. Ne kemi 8 kandidatë në listë hapur, sepse ne kemi zgjedhur një strategji që kemi marrë vetëm nga një kandidat në listë të hapur, në mënyrë që të evidentohet vota, por të evidentohet dhe gjithë fuqia elektorale Partisë Lirisë. Sa ka qenë në zgjedhjet e 2021-shit vota e LSI-s në Tiranë? Diku te 28.000 vota. Pra targeti juaj është ta tejkaloj këtë shifër të 2020. Patjetër. Ju falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi që ishit në mbrëmjen e sotme në Kovadës. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Bashkë do takojmë të njëjtën në orën 21. Natë mirë.